Të dashur teleshikues, ju përshëndes. Po fillojmë lajmet në televizionin 4+. Kryeministri Edi Rama reagon për herë të parë për atentatin mafioz me 2 të vrarë në Rinas. Do nisim instalimin e kamerave me inteligjencë artificiale. Vetëm kështu ajo ngjarje e Rinasit do zgjidhej në kohë reale, tha ai. Kryeministri Edi Rama takoi sot qytetarët e njësisë nr. 3 në Tiranë, para të cilëve prezantoi në detaje projekt buxhetin e vitit 2026. Në këtë takim Rama foli për herë të parë për ngjarjen e rëndë që tronditi vendin pak ditë më parë, ku në një atentat në Rinas mbeti i vrarë Gilmando Dani dhe sot humbi jetën dhe shoqëruesi i tij Muçi Shaliani. Sipas kryeministrit, ngjarja do të zbardhej në kohë reale nëse do të ishte bërë instalimi kamerave me inteligjencë artificiale në rrugët dhe lagjet kombëtare, një sistem që pritet të instalohet së shpejti. E kemi bërë të gjithë pjesën që duhet bënim, flas nga pikpamja tani e pjesës së qeverisë me marrjen e mbështetjes nga Emiratet e Bashkuara, ku ky projekt është në zbatim, zbatohet prej vitesh dhe ka një sukses të jashtëzakonshëm. Nuk e hedh dot më plerat në rrugë, e ketë pamundur. Për ta thënë troç, nuk i hedh dot. Sepse të kap kamera në kohë reale. Dhe janë kamera inteligjente pikërisht për këtë, se nuk je ti që duhet kontrollosh videon e lagjes që të gjesh se po në momentin që dikush bën një shkelje në sistemin qendror ku ndodhet truri i gjithë këtij rrjeti kamerash, vjen sinjali dhe del atje personi konkret, i identifikuar. Nëse dhe 8 muaj na ka marrë vetëm burokracia në për agjenci tonat për të përfunduar procesin e dokumentacionit në mënyrë që të filloj implementimi. Kompania Emiratase që bën këtë është një nga kompanitë më të mira në botë. Emiratet nuk ja kanë dhënë dikujt tjetër këtë sistem, na e kanë dhënë ne. Ky është një hap që do ta bëjmë dhe do na ndihmojë. Nëse do të kishim atë sistem në këmbë, ajo ngjarje e Rinasit që ndodhi do të ishte zbardhur në kohë reale. Po nuk është problemi tek zbardhja. Problemi është që në momentin që ai sistem funksionon, parandalon, siç e ka treguar rasti në Emirate apo në vende tjera që kanë sisteme të tilla, parandalon në mënyrë jashtëzakonisht efikase të gjitha llojet e shkeljeve që lidhen pikërisht me rendin, me qetësinë, me respektimin e rregullave, nga rregullat e qarkullimit tek rregullat e bashkëtesës në një lagje. Kryebashkiakja e Roskovecit Majlinda Bufi merret e pandehur nga SPAK, sepse kërcënoi një person të mos marrë pjesë në votimet e 14 majit 2023. Prokuroria e posaçme ka marrë të pandehur kryetaren e bashkisë Roskovec Majlinda Bufi. Sipas akuzës së ngritur nga SPAK, ndaj saj rëndon vepra penale përdorimit të funksionit publik për veprimtari politike. Me përfundimin e hetimit, dosja është regjistruar zyrtarisht në gjykatën e posaçme, duke kaluar çështjen në fazën e gjykimit. Në njoftim thuhet se SPAK dërgon për gjykim kryetarin e bashkisë Roskovec për përdorim të funksionit publik për veprimtari politike ose zgjedhore. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka përfunduar hetimet dhe më 14 nëntor 2025 ka dërguar për gjykim të pandehurën Majlinda Bufi në cilësinë e kryetares së bashkisë Roskovec. Ajo akuzohet për veprën penale përdorimi i funksionit publik për veprimtari politike ose zgjedhore. Nga analiza akteve dhe provave të administruara gjatë hetimeve të kryera për këtë procedim penal, rezulton se pandehura Majlinda Bufi në detyrën e kryetares së bashkisë Roskovec, në kundërshtim me ligjin, i ka kërkuar shtetasit GB të mos marrë pjesë në votimet për zgjedhjet vendore të 14 maj 2023 dhe të mos përfshihet në veprimtaritë zgjedhore të partive të tjera politike. Më datë 6/5/2023 në orën 14:04 është publikuar në media artikulli me titull "Mos guxo të votosh". Publikohet audio përgjimi tjetër skandaloz i kryebashkiakes së Roskovecit. Transkripti i këtij regjistrimi tregon se pandehura Majlinda Bufi shfaqet e revoltuar nga shtetasi GB, i cili ishte përfituesi i programit social të bashkisë. Përmirësimi i kushteve të banimit për familjet e varfra dhe të pafavorizuara, i miratuar me vendim të Këshillit Bashkiak numër 40 datë 01/03/2022.
Hetimet konstatuan se pavarësisht se kushtet sociale dhe ekonomike të familjes së GB e favorizonin atë si përfitues, objekti për të cilin ishte kërkuar mbështetje nuk ishte banesë ekzistuese, por një objekt i saponisur me mangësi dokumentare mbi pronësinë. Pavarësisht këtyre rrethanave, rezulton se e pandehura kishte dijeni për përfshirjen e tij në program. Nga hetimi rezultoi se para takimit të regjistruar me kryetaren e bashkisë Bufi, para zgjedhjeve të datës 14 maj 2023 në banesën e shtetasit GB, kishin shkuar punojësit e IMT-s, Bashkia Roskovec, të cilët i kanë kërkuar llogari për punimet e kryera dhe ndalimin e vazhdimit të tyre. Më pas rezulton se shtetasi GB ka zhvilluar takim në ambientet e bashkisë me të pandehurën Bufi. Biseda zhvilluar në një formë presioni, duke i përmendur se punimet ishin në tekalim të ndihmës dhe se shtetasi GB kishte kryer ndërtim pa leje. Ndër të tjera në këtë takim, e pandehura Majlinda Bufi i përmend atë faktin se i kishte dërguar mesazhe ku shtetasi në fjalë i thoshte fitore kandidatit të opozitës. E pandehura Majlinda Bufi me pretendimin për të shpëtuar shtetasin GB nga kjo situatë palishmërie ku pretendoi se ai ndodhej, i ka kërkuar që nga ky moment e derisa të mbarojnë zgjedhjet të mos hapi gojë, të mos flas as ai as familja e tij, por të shikoj punën e tij, të rrinë në shtëpinë e tij dhe të mos shkoj fare të votojë në zgjedhjet e datës 14 maj 2023. Kërkesa e të pandehurës Majlinda Bufi drejtuar shtetasit GB është bërë nën kërcënimin e masave administrative dhe kundër vullnetit të tij. Ai ka ushtruar të drejtën e votës në datën 14 maj 2023, sikurse ka qenë vullneti i tij. Erozioni i lumit Vjosa në fshatin Kashish në Fier ka përpirë sipërfaqe të konsiderueshme tokash bujqësore dhe rrezikon banesat përgjatë shtrirjes së lumit. Erozioni i lumit Vjosa në fshatin Kashish në Fier është shfaqur frikshëm vitet e fundit, duke përpirë sipërfaqe të konsiderueshme tokash bujqësore dhe duke rrezikuar banesat përgjatë shtrirjes së lumit. Banorët shprehen tepër të shqetësuar nga ky rrezik, që u kanoset çdo herë që ka rreshje intensive, ndërsa theksojnë se situata është përkeqësuar më shumë edhe për shkak të punimeve jo cilësore të paneleve mbrojtës. Të vetmet panele që vazhdojnë të rezistojnë ngryerjes janë ato të ndërtuara rreth viteve 1970. Është problematik se kur vin Vjosa këtu është të merr. Kur ka ardhur kryeministri këtu, nuk është afruar këtu, po ka ndëjtur atje se këtu donte gati kishte hipur këtu në beton, ujë. Dhe gjithë fusha ishte det. Dhe është frikë, shumë frikë, të merresh. Po të bësh mbrojtës, se ti bësh si ka bërë Enver Hoxha në atë kohë, jo si ato mbrojtësat të tashishme, se ashtu janë bërë 30 panele këtu. Po 2 janë këta dhe e kanë mbushur. Po të bëshin edhe 5 të tillë, Po jo, hith lek edhe mos hith mall. Përfaqe përveç asaj që kanë ngrënë, se ajo kanë ngrënë, po se ne po bëjmë tani 30 vjet në demokraci, vinë këtu, marrin intervista, premtojnë, do bëjmë atë, do bëjmë këtë, po se sa janë të zot ta bëjnë ata që thonë, ata e dinë ata që premtojnë. Po faktikisht ka inxhiniera që i dalin për zot kësaj pune. Çfarë duhet bërë konkretisht që të parandalohet ky erozion? Konkretisht duhet të bëhet që sipër ku themi ne që kufizon vari bopi, është ajo kthesa e sesë, po ta keni parasysh, duhet përforcuar maksimalisht. Se po su përforcuat ajo, bëj çfarë duash këteja. Ajo i hyn fshatit nga mbrapa dhe është duke e gryer. Ndërkohë prurjet e Vjosës kanë nxjerr jashtë funksionit edhe sipërfaqe të tëra bujqësore jo bujqësore, për të cilat banorët nuk janë dëmshpërblyer asnjëherë. Vetëm mua më janë ngrënë 2 dylyme gjysmë tokë. Më janë ngrënë 60 rrënjulli. Për sa kohë? Brenda 2 vjete. Përveç jush, ka edhe banor të tjerë të cilëve u është Për normale. Këtu janë rreth 10 familje që u është ngrënë tokë. Për përgjegjësinë e sektorit teknik, pranë bordit të ujitjes dhe kullimit Fier Evarist Koliçi, që prej vitit 2024, bordi i kullimit dhe ujitjes në bashkëpunim me Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural kanë hartuar një projekt zbatimi, por pritet miratimi i lejes nga institucionet përkatëse, pasi shpallja park kombëtar me vendim qeverie lumit Vjos i ka vështirësuar më shumë procedurat. Që prej vitit 2024, Drejtoria e Ujitjes dhe Kullimit Fier, në bashkëpunim me Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, ka hartuar projektin e zbatimit dhe pritet dhënia e lejes nga institucionet kompetente, pasi siç e dinë, lumi Vjosa është shpallur park kombëtar me vendim qeverie. Nëpërmjet këtij projekti synojmë të mbrojmë një gjatësi lineare të krahut djathtë lumit Vjosa prej 300 metra linear, nëpërmjet mbrojtjeve gjatësore dhe tërthore që do të bëhen në këtë
krah të lumit Vjosa. Ndërkohë, ky apel vjen fuqishëm një zëri nga banorët për t'i dhënë fund përfundimisht dëmeve të vazhdueshme të lumit. Aksidenti i rëndë ndodhi paraditën e sotme në aksin Fier-Roskovec. 2 makina u përplasën me njëra tjetrën, 6 të plagosur u transportuar në spital jashtë rrezikut për jetën. Një aksident i rënd automobilistik me disa të lënduar është regjistruar mëngjesin e sotëm në aksin Fier-Roskovec në vendin e quajtur Thesa e Verbësit. 2 automjete tip Mercedes-Benz dhe Renault janë përplasur me njëra tjetrën dhe për pasojë kanë mbetur të lënduar 2 drejtuesit dhe 4 pasagerët që udhtonin me ta. Ata janë transportuar me urgjencë drejt spitalit rajonal Fier për të marrë ndihmën mjekësore, ku mësohet që fatmirësisht ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Ndërkohë që policia dhe grupi hetimor kanë shkuar në vendngjarje për të përcaktuar shkaqet e këtij aksidenti me pasoja të rënda, disa të lënduar dhe dëme të konsiderueshme materiale, por edhe për të disiplinuar trafikun e shkaktuar për shkak të aksidentit. Ripërkthimi i klasikëve u diskutua në panairin e librit. Specialistët e fushës thanë se ripërkthimi është i rëndësishëm për 2 faktorë kryesor: censura komuniste dhe zhvillimi i gjuhës. Disa vite më parë nisën ripërkthimet e klasikëve mes një debati të madh. Në panairin e librit u diskutua pse është e rëndësishme që klasikët të ripërkthehen. Botuesja Rita Petro foli për ribotimin e klasikëve për fëmijë të rritur dhe debatet që bëhen në sjelljen e tyre në shqip për së dyti. Po të lexojnë këto libra që kanë një fjalor jashtëzakonisht të pasur, është shumë e rëndësishme. Përmblodhëm, ju keni parë librat madhor që janë Vëllezërit Grimm, për Andersenin kemi marrë një çmim ndërkombëtar, sollëm pasaj prallat e Calvinos. Si vjet kemi sedhe 1001 netët që janë të përkthyera për herë të parë nga origjinali, nga Elmas Fida, dhe që vërtet ato do të plotësohen edhe me 3 vëllime të tjera. Ndërkaq janë edhe gjithë autorët klasik për të rritur, si Flauberi, Balzacu, veprat e klasikëve të letërsisë antike greke. Përkthyesit Primož Llaku dhe Granit Zela theksuan rëndësinë e ripërkthimeve, duke vënë në dukje kohët e ndërhyrjeve politike dhe problemet e komunikimit nga një autor klasik te një bashkëkohor. Përkthimi i klasikëve është një sfidë e re. Këto veprat e botuara gjatë periudhës diktaturës janë shumë të qethun, shumë të nërprim në rrjedhjen e tyre dhe në strukturën e tyre origjinale, ka bërë censurë atë kohë. Ky është një libër që mbështetet tek një klasik i shekullit XIX, pra tek Portreti i një zonje i Henry James. Kjo është një vepër bashkohore e cila është homazh për një vepër klasike, por që në fakt nuk është përkthyer në gjuhën shqipe. Pra ka një problem komunikimi, pra nuk ekziston në kanonin letrar. Ndërkohë vazhdon debati për pastërtinë dhe pasurinë e gjuhës në librat e përkthyer para 90-s ose para 45-s me mos komunikimin sot me publikun për shkak të leksikut të gjuhës shqipe që ka ndryshuar. Por edhe pse kishte mjeshtra të përkthimit si Schwarz, liria që kishte letërsia jashtë Shqipërisë ishte e cënuar në vendin tonë. Ripërkthimi nuk kundërshton përkthimin e parë, ai e sjell veprën të vërtetë siç e kanë shkruar autorët. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni edhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Fundjavë të këndshme.